raste me ato gjana. A ka pas ndaj rast gjatë viteve tua si doktoresh, që në orar të punës, kur ka ardhur një pacient ka qëllu tjetë na ja fëmijoti? Sepse është e rëndë me e thonë, po ndryshe përjetohet pastaj. Ka ndodhur në orar të punës, mirë po mujt ta liti edhe një rast tjetër. Domethënë në momentin kur kom filluar specializimin, më vdes motra për infarkti trunit në Gjermani. Edhe gjithmonë e kom ditë që emergjenca është në moshën 40 vjeçare, emergjenca është shumë e rëndë. Mirë po në momentin kur unë u përballa me vdekjen e motrës, atëherë aty i kaloj të gjitha. Më vje keq fillimisht për humbjen e motrës, shpresoj që t'jeni mirë ta kujtoni çdo herë me kujtimet më të mira që keni bashkë. Është goxha e rëndë për një doktoresh që çdo ditë në duart e saj kalojnë të reja e të moshuar, edhe e din që edhe atje në Gjermani e njëjta ka qenë me motrën tënde. Por kështu shpati. Po mu desh ashtu sepse atëherë më ka bërë shumë atë fort edhe jem përkushtuar shumë atë tepër në emergjencë. Edhe po bën një punë të mrekullueshme. Doktoresha Vjollca është një prej doktoreshave që kushdo që e përmendenim në saj ka vetëm fjalë të mira. Kontributi është i madh doktoresh, edhe tash e dim edhe motivin edhe forcën nga e ke marrë. Ndoshta motra nuk është bashkë me juve, por ta ka dhënë kretë këtë forcë, kretë këtë energji, edhe ka përmbush me e çu misionin tënd deri në fund. Kështu që në emër të kretë familjarëve që kanë pas rast me qenë familjarët e tyre te jo, unë të falenderoj për punën që bën, sepse dhimbta jote është këtu, po forca jote del përballë neve. Kështu që të përgëzoj doktoresh, edhe fillimisht kërkoj falje për plagën që ta hapa pa vedije, nuk e dita këtë informacion. Për arsye se familjarët të ngushtë nuk i kam këtu janë jashtë, edhe për ata më desh edhe me lidh ashtu. Po.